Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të ndalemi në të tjera zhvillime, konkretisht do të flasim për pensionet dhe nismën e qeverisë për të pasur përmirësim të tyre, përfshirë edhe pensionin e 13. Është pikërisht pjesë e strategjisë të miratuar para pak ditësh, 2025-2030, të moshuarit do të marrin pension të 13, janë këto pritshmëritë nga ana tjetër, ai që ka pension më të ulët do të indeksohet më shumë. Indeksimi është një detyrim ligjor që ndodh çdo vit me pensionet, edhe pse rritjet në fakt kanë munguar. Altax ka bërë një analizë të detajuar në lidhje me këtë strategji të qeverisë. Ne do të shkojmë në këtë momente në një lidhje direkte me ekspertin Eduard Gjokutaj për të diskutuar më në detaje. Zoti Gjokutaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Në një vlerësim të përgjithshëm, kjo strategji e mundur për të zbatuar? Por strategjia 2025-2030 do të thënë se vjen si vazhdueshmëri e një strategjie të mëparshme apo një dokumenti politikash 2020-2024, i cili vetvete gjen pak hapësirë në aspektin e sa është përmbushur dhe sa janë përcjell nga ato objektiva në strategjinë 2025-2030. Ndërkohë që strategjia më përparshme bazohet në 3 politika e cila e njihte problemin tashmë, e trajtonte si një gjithëpërfshirje dhe natyrisht i përkushtonte edhe një vëmendje në kuptimin jo vetëm të kujdesit, por edhe të një aktivizimi ndryshe. Ky dokument i ri i politikave është një qasje edhe më e zhvilluar, pasi e konceptualizon në një qasje edhe me objektivat e zhvillimit qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, edhe me problemin e mungesës fertilitetit apo pjesën e rritjes së gjatësisë, si dhe ato çfarë janë zhvillime demografike që kanë të bëjnë edhe me pjesëmarrjen më të lartë numrit moshuarve në përbërjen e popullsisë. Pra të gjitha këto tashmë i fut në atë kontekst që e koncepton në 2 kolona ose në 2 politika kryesore. Politika e parë ka të bëjë me politikat ato çfarë më së shumti janë të shëzuar në aspektin e pensionit të 13, por shumë e gjerë sa kaq. Dhe politika e dytë ka të bëjë me edukimin, ndërgjegjësimin dhe është një qasje strategjike më afatgjatë. Të dyja së bashku kanë një nivel zbatueshmërie apo fizibiliteti jo të njëjtë, pasi politika e parë ka një zbatueshmëri të nivelit më të lartë, politika e dytë e cila ka nevojë për një përkujdesje dhe investim më të madh në aspektin e ndërveprimit, konsiderohet në nivel pak më të zbatueshëm, pra e niveli mesatar deri të lartë. Ju keni bërë edhe analizën të detajuar, edhe keni cilësuar, është një plagje dinjitoze nëse do të zbatohet kjo strategji? Kanë kontribuar për dekada të tëra në Shqipëri, megjithatë pensioni për shumicën e tyre është minimal, është në raport me çmimin, në raport me standardin e jetesës në Shqipëri, e nëse nuk do të kishin mbështetjen e të afërmve të tyre, veçanërisht në emigracion, do ta kishin të pamundur të përballonin jetesën. Kjo strategji do t'i bëjë moshuarit ton të plaken në mënyrë dinjitoze? Në qoftë se strategjia do të jetë zbatueshme në të gjitha komponentët e saj, ku ne në analizën që kemi bërë kemi dhënë dhe ato qasje apo ato mendime se sa mund të jenë të zbatueshme, për arsye se nisur nga analiza e asaj çfarë ka ndodhur me strategjinë e parë 2020-2024, pati problematika për te qasjes konceptuale shumë të avancuar, për te asaj vëmendjes, por mungesa e strukturave institucionale është e para të bëjë strategji shumë më funksionale dhe të mes nuk kanë parasysh vetëm qasjen e institucioneve qendrore, por dhe ndërturjen e institucioneve vendore. Ku duhet të them që institucionet vendore patën një mungesë të theksuar edhe të financimeve, ku 70% e bashkive nuk patën fare një financimi të hapur, apo bazuan mbi ato çfarë mund të konsiderohen projekte të huaja, por që nuk garantojnë dot qëndrueshmërinë e këtyre lloj politikave dhe të skemave. Nga ana tjetër, nuk pati të themi një gjithëpërfshirje të gjithë grupeve, të cilët tashmë nuk kishin nevojë thjesht për një përkujdesje, por sipas strategjisë duhet të përfshihen në mënyrë apo të përfshihen atë që quhet ekonomia e argjend, pra të kishte incentiva më të mira fiskale, një përfshirje më të mirë ekonomike dhe një dallim më të qartë për barazinë gjinore të pensioneve, pasi gratë në tërësi tentohet të kenë një stimulim më shumë se sa burrat në aspektin jo vetëm të sasisë pensioneve, por dhe të integrimit për mos të qenë në jetesë të vetmuara për ato kategori, apo dhe për një pjesë më dinjitoze në aspektin e të ardhurave të cilat u mungojnë. Pra, të gjitha këto së bashku janë përfshirë teorikisht,
por gjasat janë të tilla që në qoftë se nuk zbatojnë të koordinuara me atë çfarë është konteksti aktual, dhe këtu do të them që bashkia duhet të luajë një rol shumë të madh, të cilin nuk e ka luajtur deri më sot, dhe në përgjithësi incentivat duhet të jenë të grupuara. Pra, ato çfarë janë incentiva nga buxheti, qoftë indeksimi diferencuar, qoftë pensioni 13 që do të jepet për sqarim publikut, jo me një herë, por do të vinë në moment diku, besoj me logjikën e buxhetit, e cila në vetvete mungon në këtë dokument, pra nuk kemi një buxhetim të qartë, edhe pse janë nuk e kemi për 2025, ndoshta do të jetë vitin e ardhshëm. Po ndoshta mund të jetë 2027, ajo që mund të jetë pjesa më optimale, pasi efektet në buxhet janë të tilla që varen edhe nga ato çfarë do të zbatojnë mirë politika fiskale, me qëllim që të japin një frymëre tjetër kësaj lloji politike. Pra nëse nuk mliren të ardhurat më shumë, nëse nuk luftohet informaliteti e të tjera, natyrisht që s'ka shumë filozofi për të thënë. Është deri në 2030 në strategjia, kështu që mund të lihet edhe viti i fundit për dhënë pensionin e 13. Do të jepet i pjesëshëm ai apo në fund të vitit, siç zakonisht ndodh për pagën e 13? Besoj që logjika e pensionit të 13 do të shpërndahet në këste apo? Jo, nuk. Tashmë politika e bonuseve duket se ka kryer misionin e saj, dhe kjo do të jetë një politikë më konsoliduar dhe më afatgjatë. Ndaj dhe kërkon një investim nga buxheti në mënyrë të qëndrueshme, i cili nuk mund të mjaftohet tashmë thjesht me bonuse që jepen në forma të ndryshme, por pensioni 13 nënkupton një politikë të qëndrueshme, të konsoliduar, dhe natyrisht i jepen në atë periudhë të fundit të vitit, i cili përfshin dhe atë çfarë i jep konceptiv, njësoj siç jepen rrogat e 13 apo stimulimet të ngjashme. Dhe ky pension do të jetë i njëjtë me atë që merr pensionisti gjatë vitit, apo do të jetë një pension, le të themi, standard? Ndoshta minimali për të tërë. Jo, pensioni 13 nënkupton një pension në nivelin e asaj çfarë bën në një muaj të caktuar. Pra, ka të bëj edhe me shtim të vlerës, por ka të bëj edhe me konsolidim të politikës tashme që nuk shpërndahet gjatë vitit, apo nuk jepet e tillë që të ketë efekte pjesore, por konsiderohet si një politikë më e qëndrueshme. Pra është një evolim i politikës së dokumentit politikave 2020-2024. Ndërkohë, një nga çështjet që përmendet në strategji është edhe indeksimi i diferencuar, pra do të indeksohen më shumë pensionet më të ulta. Çfarë efekti do të jap kjo nismë, ky përcaktim, ky parashikim? Po besoj se ndikimi do të jetë i modest, i moderuar në aspektin e vlerës, pasi indeksimet vetvete bazohen mbi ato çfarë janë logjika e inflacionit dhe logjika e shportës së konsumit, por diferencimi do të thotë që kjo që konsiderohet stres nën atë kufirin e pensionit minimal, natyrisht do të përfitojë diçka më shumë se sa është norma e inflacionit dhe ajo që lidhet me llogaritjen e indeksimit. Dhe natyrisht që do të ketë një vlerë të tillë që mund të arrijë deri në 2% për pensionet e ulta të asaj që është marrë deri sot si indeksim. Por e gjitha kjo kuptohet nuk vete ende në atë që do ta thosha plagje dinjitoze, pasi neve kemi diskutuar edhe së bashku që të themi një plagje apo një pension dinjitoz, nënkuptohet që të ketë një nivel shumë të lartë nga sa mund t'i mbledhin të gjitha së bashku ato çfarë ofron ky dokument i ri politikave. Ndërkohë, teksa diskutojmë për pensionistët, fatmirësisht ka një rritje të jetëgjatësisë në Shqipëri, e nga ana tjetër nuk kemi një shtim të kontributorëve në sistem, atyre që janë në punë dhe paguajnë sigurime, jemi në kushtet e sistemit pay as you go, edhe të përfitimit, por si do të zgjidhet kjo? Ka nevojë për një reformë në sistem? Është ajo e 2015 ende në fuqi, aso kohë u trumbetua fort se do të jepte efekte pozitive, do të çonte në një shëndoshje të skemës. Në fakt, një dekadë më pas jemi në kushte të tjera. E para një duhet të themi që duke pranuar sfidat që ka skema